Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Për mbi 5 orë në kryesinë e kuvendit u mblodh Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit për të diskutuar kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Ata kërkuan arrestimin e Ballukut duke thënë se pozita penale i është rënduar dhe se ndaj saj ka prova të reja. Ndryshe nga Partia Demokratike që kërkoi nga kuvendi të autorizojë arrestimin, Partia Socialiste tha se nuk e lejon duke u mjaftuar me masën që ka për hetimin. Avokatët e Belinda Ballukut kërkuan rrëzimin e kërkesës së SPAK-ut për arrestimin duke pritur nga organi i akuzës që të provojë pretendimet për prishjen e provave dhe rrezikun që Balluku të largohet nga vendi. Balluku është marrë pandehur për shkelje të barazisë në tendera për tunelin e Llogaras dhe u vunën hetime edhe për 7 lotet e Unazës së Madhe. Nga selia e Partisë Demokratike, Sali Berisha komentoi zhvillimet në Këshillin e Mandateve duke akuzuar majorancën për shtyrje të qëllimshme të seancës. Në parlament zhvillohet seanca e shtyr 3 muaj, shtytje me cilën lubis ju dha mundësia të shkatroj mira dokumenta, të intimidoj me 10 dëshmitar. Ajo aty nuk është. Komshia thot prej 4 ditësh nuk e kam pa të hyjë në shtëpinë e saj. Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar vendimin e kuvendit për ndryshimin e numrit të komisioneve. Vendimi erdhi pas ankesës së demokratëve për shkelje procedurash nga parlamenti. Sipas tyre, ndryshimet që parashikonin rritjen e numrit të komisioneve parlamentare nga 8 në 11 ishin të njëanshme. Dëmi kryesor sipas kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Kazment Bardhit ishte largimi i opozitës nga drejtimi i komisionit për integrimin. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Hapja e bypassit provizor në rrugën Librazh-Prenja është shtyrë për shkak se, siç njofton ARSH-ja dhe emergjenca civile, ka shembje të reja në të gjithë zonën. Është ndaluar dhe lëvizja e këmbësorëve. Drejtori i autoritetit rrugor, Ami Kozeli, shpjegoi. Ne po diskutojmë që të bëjmë një rrugë alternative, pra po shikojmë të 2 alternativat, qoftë ajo ekzistues e Spathares, që është edhe përdorur deri diku nga autoveturat. Ndërkohë, nga një diskutim që patëm sot edhe me banorët të zonës, edhe me kryetarin e njësisë administrative, thanë që mund të ekzistojë mundësia e krijimit të një rruge sekondare këtu në Dragostun. Ju keni qenë vetë prezent, ne jemi 40 tetor, u bë një punë kolosale që fatkeqësisht po na bie poshtë, nuk po na rezulton efektive për zgjedhjen që ne donim të jepnim trafikut. Nga helikopteri teksa më herët udhëtonte drejt Korçës, kryeministri Edi Rama reagoi për situatën në aksin Librazh-Pogradec, duke theksuar se bllokimi është pasojë e një rrëshqitjeje gjeologjike të masivit natyror dhe jo përgjegjësi e qeverisë apo projektuesve të rrugës. Rama i cilsoi akuzat si politike, ndërsa solli si shembull raste të ngjashme në Itali për të nënvizuar se bëhet fjalë për fenomen natyror. Ndërkaq vuri në dukje se fluturimi ishte i planifikuar më herët në kuadër të një vizite me investitor ndërkombëtar. Sot në një dalje për mediat, Sali Berisha reagoi edhe për situatën në Juglindje dhe fluturimin e kryeministrit Rama drejt Korçës. Po janë krejtësisht nga dora e njeriu. Edi Rama fluturon në Korçë me 30.000 euro udhëtimin. U bëj thirrje qytetarëve të Korçës ta gjujnë me domate dhe vezë. Berisha paralajmëroi një revolt më të fuqishme më 28 shkurt. Po Edi Rama të garantoj që për të shtuar kurën e tij do donte që t'ja digjin 5 herë selinë e Partisë Socialiste aty poshtë. Por ajo nuk do ndodh kur don ai. Te siguroj. Do të jetë një revolt, një kryengritje, do të thosha nga më të fuqish ose më fuqishmja që ka njohur vendi. Nuk do jetë e llojit atyre që keni pa. Tani kryengritja kalon në fazën e diversifikimit të aksioneve dhe vëmëtarisë saj. Në Tiranë, gjykata liroi 18 protestuesit e arrestuar gjatë protestës së 4 kombëtare të opozitës më 20 shkurt, ku u shënuan akte dhune. Për 9 prej tyre arrestimi u cilësua i palishëm, ndërsa për 17 u vendos masa detyrim për paraqitje. Sipas prokurorisë, 9 protestues ishin kapur me gur e lopata, ndërsa ata deklaruan se ushtruan të drejtën për të protestuar. Lajmi nga rajoni. Kryeministri Albin Kurti po takohet me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku për të diskutuar postin e presidentit të vendit. Disa herë Abdixhiku ka theksuar se duhet arritur marrëveshje që LDK-ja të jetë në sallë kur të votohet rreth çështjes.
LDK-ja e mundsoi quorumin presidentes aktuale Vjosa Osmani kur siguroi mandatin e parë në prill të 2021-shit. Osmani i skadon mandati më 4 prill dhe afati i fundit për votimin e presidentit është 4 marsi. Po për këtë çështje dje Kurti diskutoi me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza. Ish-zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi sot u arrestua në pikën kufitare të Bllacës pas më shumë se një viti në Arati. Lajmin e konfirmoi Ministria e Brendshme në Shkup. Grupi dyshohet për abuzim të detyrës zyrtare në rastin e njohur si Lotaria Shtetërore, ku përfshihet edhe Përparim Bajrami. Prokurorët dyshojnë se kanë përvetësuar rreth 8 milionë euro përmes prokurimit të pajisjeve të terminaleve të lotarisë elektronike. Lajme nga bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dha një paralajmërim të fortë në një intervistë për BBC duke deklaruar se Vladimir Putin ka nisur tashmë luftën e tretë botërore. Sipas tij, ndalimi i Rusisë kërkon presion të fortë ushtarak dhe ekonomik. Deklarata vjen në një moment kur shtohen thirrjet për negociata, por Zelensky këmbgul se çdo lëshim territorial do të ishte dobësim për Ukrainën e rrezik për sigurinë globale. Vion në dhuna në Meksik pas vrasjes së bosit të drogës El Mencho, autoritetet raportuan të paktën 26 vdekje të konfirmuara. Viktimat përfshin një grua 3 muajshe shtatzan dhe 17 oficer të zbatimit të ligjit, 15 antar të gardës kombëtare, një agent të zyrës së prokurorit e një roje burgu. Forcat e rendit arrestuan 27 persona. Përleshjet janë përqendruar në pjesët perëndimore të Meksikës. Automjetet të djegura kanë bllokuar rrugët në Jalisco dhe shtete të tjera, me qeverinë meksikane që raporton bllokime të shumta autostradash nga trafikantët e drogës në një përpjekje për të penguar operacionet ushtarake. Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mbizotrim të motit të kthjellët, ndërsa vranësirat janë kalimtare. Temperaturat luhaten në vlerat nga 0 në 18 gradë Celsius. Ndoqën një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erselda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.